Si familje, janë familje e qetë? Shumë e qetë, shumë familje. Familje e mirë, punëtare. Po ky djali thonë që ka qenë pak zëje me probleme mendore. Ju vetë e njihni djalin? Po, jo, po tani para aty vinë kështu rrugëve aty nga aty deri tek ajo. Nga klubi aty te Hasani deri tek shtëpia aty. Edhe si përfundim këta e çun vjet duke të çun në Elbasan tek ajo. Edhe si vjet bëri këtë polvën e madhe se kishte probleme me familje ky, edhe më para. Ka pa probleme. Po gjithsesi tani se bëram kështë pa të polvën e madhe se dha televizorit të shkujtë dhe titrat e saj e pam atje se unë e njoh sa ka tek unë ka përqushin e goca e Hasanit, tani ka që Italia të vlezrit, se ka 2 vlezrit Italia. Po, familje mirë, familje punëtare. Vetë autori në fshat me banorët e tjerë ka patur konflikte, ose ishte i dëmshëm, ose konfliktual? Duke se pretendohet që s'ka qenë mirë në ndërhyrje? Se se di ose... Ti vete ke ndeshur? Nuk unë se kam parë që ka qenë qikë problematik, ka qenë po se që është e kësi, nuk e di. Nuk e di se si shpuna problemi tani, po që ish puna që... A i ka qenë me probleme kartel, me probleme mendore, me tëra ato, që që... Gjithsesi, pavarësisht se ka qenë me probleme mendore, ja u merrte mendja se do arrinte të pikë, pra situata ka qenë e tillë që ju mendonit ose në një farë mënyrë e dyshonit. S'ma priste mendja deri në këtë jo, s'ma priste mendja deri në këtë ashtu, po tani çfarë çu janë. Faleminderit. Po ky kishte probleme vëlla. Ishte Kurash tani i thon e pyeste ja, hej mora ilaçet e mora. Erdhi ora, duash qora atje ku duash qora, u rënduaj, pa i shenjat i dha, ka vite, unë kam qenë Greqi në ato kohra, dhe beri një skandal në para, lagosjet e gjim metën atje, pastaj, ashtu, sigur u stabilizua. Shkoj dhe në Itali me vlezrit e pastaj iku prapë erdhi. Kështu që ajo vazhdet tia, stabilitet nuk pati. Po si duket, nga ajo që nuk kurohi rregullisht. Probleme financiare kishin? Jo, qa probleme financiare, ai ka goxha shtëpie, tjetri ma ta shtëpia, kjo këtu shtëpie ti lloj tjetër që ka klubin e. Jo, qa probleme financiare, asnjë lloj problemi. Qa ti thush?